Kisha me uru që këtu raste me qenë shumë permanente në popullatën tonë, për shkak se kohën e fundit në Kosovë është duke u shndërru kjo vrasja e të rive, apo e vrasja e gjithë atyre është si fenomen shoqëror, që është fatkeqësi e madhe duke ndodhur në ndërtimin e një fenomeni që për këtë duhet gjitha institucionet të jenë të vëmendshëm që të promovojnë vlerat e popullatës dhe cilësitë e mira që korespondojnë në rritje dhe një siguri të shëndetshme në familjet e tyre që kanë fëmijët. Sigurisht vrasja, secila vrasje bën tronditjen e gjithë atyre që ndëgjojnë për vrasjet zakonisht tek të rinjit që ndodhin. Unë në këtë rast kisha me thonë se në një fjalë popullore që thuhet se fëmijët i hanë mollat ndërsa të vjetrit ju pihen dhëmbët. Në këtë rast po du me u ndërlidh me bashkëfolësin këtu që u tregu shumë mirë, e tregoj rastin se nuk duhet familja ti merr gjitha informacionet nga fëmijët të mirëqena dhe duhet me qetësinë më të madhe të bëj zgjidhjen e konflikteve në mes atyre fëmijëve, jo të bëj problemin dhe më të madh se sa që fëmijët kanë fillu me nisë një problem që ka qenë në rrugë. Ne sot këtu do të flasim më shumë për shkakun se sa për pasojën. Në rast se ne në trendin ton shoqëror flasim vetëm për pasojën, këtë rast për vdekjen, sigurisht që për pjesët që janë tregues të mëdhej si shkaktar që vinë dhe sillin vdekjen e të rinjve pa hapur dhe pa mbyllur syt, është e dhëmshme dhe ka me i kushtu popullit tonë shumë. Kështu që unë i bëj thirrje gjithë institucioneve përgjegjëse, relevante që të merren më shumë me shkakun për cilën janë tregues shumë të fuqishëm dhe në një farforme janë të pa menaxhueshëm nga njerëz që nuk dinë me i bë zgjidhje problemeve, që ato probleme të lehta mujnë me u zgjidh me një qetësi të lehtë, të mirë, e jo me ardhur deri te konflikti më i madh ose deri te vrasja e individit që është në ndeshje. Zotri Hasane,